Hoxhës. Kjo është pyetje që unë e kisha përgatitur. Sepse? Pse? Sepse shteti shqiptar fillimisht punoi me Jugosllavinë dhe veçanërisht pasaj me Rusinë, ndërtoi dhe organizoi në mënyrë të shkëlqyer shërbimin e fshehtë të zbulimit politik dhe zbulimit ushtarak, dy drejtori qendrore. Drejtoria e zbulimit politik i quhet Drejtoria e Tretë e Ministrisë Mbrojtësme, u vendos u instaluan në Ministrinë e Punëve të Jashtme. Ndërsa Drejtoria e Zbulimit Ushtarak në Pallatin e Brigadave në varësi të Ministrisë së Mbrojtjes. Drejtoria e Zbulimit Politik kishte mision të ndiqte veprimtarinë dhe zbulonte hapas hapit të gjithë diasporën politike dhe ekonomike jashtë shtetit, e cila në bashkëpunim me agjentorët të huaj kishte për qëllim rrëzimin e Partisë Punës dhe të Hoxhës. Ndërsa Drejtoria e Zbulimit Ushtarak kishte për detyrë të ndiqte gjithë veprimtarinë e shteteve kërcënuese që përbërnin përshtypjen Jugosllavisë, Greqisë, Italisë, NATO-s, Amerikës për përbërjen, organizimin, dislokimin, veprimtarinë ushtarake dhe kërcënimet që vinin në Shqipërisë, të cilat unë paraqesë libër nga të dhënë kishim ne kompjuter. Do të pyes një nga i për këto. Shqipëria u bë anëtare të Traktatit të Varshavës, lidhur me këtë që ju thatë për mbrojtjen e vendit tonë, që në vitin 55 kur u themelua deri në vitin 68 kur doli. Çfarë roli pati vendi ynë gjatë kësaj kohe që ishte antar dhe çfarë ndodhi në momentin kur Shqipëria u largua? Sepse ishte lajmi numër 1 në botë. Traktati i Varshavës me në krye Bashkimin Sovjetik nuk kishte asnjë hapësirë detat e Mezeut. Në qoftë se flota e jashtë kishte gjithë Mezeun, se kishte antar Greqi, Itali, Spanjë, Francë, pastaj bëri Turqi dhe Greqinë në 56-ën, Bashkimi Sovjetik lëvizte me anije në Afrikën e Veriut. Dhe hyrja e Shqipërisë në Tratatin e Varshavës, Bashkimi Sovjetik i hapi qercat në dy fare dhe hyri Pashalimani. Kur zotron Mezeun, Pashalimani ishte pika më strategjike me Mezeun. Dhe ai solli, siç e dini ju, 12 në vdesje, nga të cilat 4 në vdesje ishin bashkëpunim me 2 ekipet, nësa 8 në vdesje ishin vetëm ekip rus, i cili kishte mision vetëm zbulimin në New York, që lëvizte gjithë Mezeun, Napoli dhe metra, vetëm me rus, ku thënë 8 në vdesje të dhe prandaj Urshovi i jepte aq rëndësi Shqipërisë dhe pastaj ministrat e mbrojtjes saj, sepse nëpërmjet Pashalimanit dhe hapësirës detare që lëvizte flota ruse në Meze, ajo e kishte kontroll të plot gjithë lëvizjen, përbërjen, organizimin, dislokimin e flotës jashtë amerikane, që ishte realiteti më i ashpër. Ishte sepse Rusia kishte frikë, sepse aeroplanmajtësit dhe në deset amerikane ishin në pajisje me armë bërthamore. Do të pyes për këtë, po si arriti, me çfarë guximi Enveri u prish me Bashkimin Sovjetik pikërisht në këtë moment dhe u largua nga Traktati i Varshavës? A kishte rrezik që Bashkimi Sovjetik sulmonte Shqipërinë? Patjetër, mas i viti u bë plani, të cilin e kundërshtoi. Plani është në libër, plani që kundërshtoi Ceaușescu me Titon, që nuk hapë korridorin ajror. Bashkimi Sovjetik bëri plan për të pushtuar Shqipërinë. Po, tani ishte një trimëri e madhe që të merre një vendim aq të madh kundër Bashkimit Sovjetik. E mori vendimin. Dhe ki parasysh mbas largimit të flotës ruse nga Pashalimani dhe të aviacionit nga qyteti Stalin, komandanti i NATO-s tha u shtrirua Mezeu. Po para se të vim këtu, çfarë bëri që Bashkimi Sovjetik mos e sulmonte Shqipërinë? Bashkimi Sovjetik bëri planin e ndërhyrjes me aviacion dhe flotë dhe flota luftarake nga Sevastopoli mori urdhë dhe nisi nga Bosfori dhe të vinte në Meze, ndërsa aviacionit ju kërkua korridorit ajror të shpjegohet ju në Rumanisë dhe Jugoslavisë të jepte në Shqipëri dhe të dy udhëheqësit e dy vende e refuzuan dhe shpërtheu problemi Kubës. Dhe këtu në ndihmoi Kuba? Po, shpërtheu se Amerika të me Kubën për plasë problemet e... Po, ja të ishe gati lufta bërthamore. Dhe pasaj problemi u ndërprek. Dhe të shpjot e libri, një general rus që ka mbuluar Ballkanin ka bërë librin për këtë, e shpjegon komplet planin që është në arshivat e
Ministrisë Mbrojtjes të Bashkimit Sovjetik, plani ushtarak për pushimin e Shqipërisë. Në cilin vit edhe një 50? Në vitin 62. 62, më fal. Qofse Bashkimi Sovjetik do pushtonte Shqipërinë, çfarë ndodhte? Natyrisht do kishte konflikte botërore me NATO, sepse NATO ishte tepër e shqetësuar, sepse hyrja e Bashkimit Sovjetik duke pushtuar Shqipërinë i krijonte probleme të mëdha shumë me mesdheun verior, kur Shqipëria kishte zënë pozicionin e një vendi neutral dhe ndante lidhjen me perëndimin. Dhe Italia, Ministri i Italia bëri deklaratë e madhe, na shpëtoi Shqipëria, se ishin detyruar të investonin shumë në industrinë ushtarake për të mbrojtur nga agresion rus. Këto flasin dokumentat, flasin rezultate. Tani e kuptova qartë unë se si isha shumë i qartë, që pse në enciklopedinë amerikane, kur është indeksi atje shkronja komunizëm, shkruan vetëm Shqipëria u largua nga Traktati i Varshavës. Ai është kryesorja. Sepse ajo paska qenë krye. Tani dhe politika e jashtme e NATO-s me në krye Amerikën, mbas largimit të flotës në krau, ndryshoi hoqi nga objektiv ushtarak, dhe në rrugë diplomatike ka punuar në mënyrë vazhdueshme janë dokumentat që me ambasadorët për në fat krijon të fillon një afërsi të ngadaltë me Shqipërinë. Tani kam i pyetje këtu, si ka mundësi që u tërhoq Bashkimi Sovjetik, por la 4 nëndecë këtu? Ato nëndecët ishin Bashkimi Sovjetik? Ato ishin marrëveshje të nënshkruara. Dhe ishin marrëveshjet e nënshkruara nga shefi i shtabit tonë i përgjithshëm të saj kohe, me ata ishte e përcaktuar. 12 nëndecë. 8 ishin dispozicion do rinë dislokoheshin, vazhdimisht në Pashariman, ishin vetëm në favor të Bashkimit Sovjetik. Po 4? 4 ishin për të përbashkët në porosit të Shqipërisë. Kështu ishte marrëveshja, po pse si laj? Pse si laj? Me 4 nëndecë, çfarë ishte Shqipëria në aspektin ushtarak? Nuk mund të themi që mund të bëhet mbrojtje strategjike, po ishte një mbrojtje domosdoshme për një goditje të Sa kishte Italia në nëndecë? Italia kishte më shumë nga Amerikat, dhe Italia dhe Greqia nuk kanë shpenzuar shumë në ato kohra, sepse i mbulote komplet flota gjashtë amerikane. Unë nuk kam lënë port. Unë që jam përballë juve në vitet 1979, 1988, 9 vjetë zbulimit strategjia shtetit, nuk kam lënë port të Italisë. Në cilin vit je rekrutuar si pjesë e zbulimit? Sa mbarova shkollën e oficerave për zbulim? Po? Në cilin vit? Janar 1972. Mbaruat shkollën e lartë të oficerave? Dhe pastaj kaluam në shkollën e zbulimit lartë informativ ushtarak, ku drejtor ishte legjenda e zbulimit Anor Sheti. 42 veta. 40 djem e 2 vajza. Unë dam në 5 drejtime, Greqi... E mendove mirë që do shkollë, do t'i shërbejë Shqipërisë në zbulim? Natyrisht, sepse kalojnë filtr, të punojnë në zbulim, u dishën 3 muaj që ne verifikoheshim. Çfarë të verifikuan? Verifikuan përbërjen familjare, biografike, karaktere dhe vendosmërinë. 3 muaj në ishin dispozicion. Patë në i gjë që ata e debatuan ose e sqaruan? Unë vjen nga familje tepër e pasur me tradita luftarake pra dhellën e kombin historikisht. Nga? Që nga Sorgjyshi. Nga jeni ju? Nga Gjyshi, nga Vranishi i Vlorës. Dhe në shtëpinë time, në shtëpinë e babait tim, 17 ditë në operacionet dimrit ka qëndruar Hysti Kapua me Shefqet Peçi. Po pse qëndruan aty pikërisht aty? Sepse shtëpia jonë ndodhej në një vend shumë sigurt të Rozmalit dhe ishte një familje e vërtetuar që ishte shumë besnike. Zoti Limaj, ishit ju komunist? Çfarë? A ishit komunist? Do të tregoj me shumë qetësi. Kuadrët e zbulimit veçanërisht strategjik mund të kenë qenë asaj partie, por detyra ishte adheu, siguria dhe mbrojtja dhe nuk merret fare në parti. Ishte vetë pozicioni i tillë që aty ishte adheu, siguria dhe mbrojtja. Unë jam bërë vonë shumë antar i Partisë për Shqipërisë dhe jam shumë krenar se antarët e thjesht ishin një shumë ndershëm, por nuk mendoja kur parti. A besoj të komunizmin? As me këtë smerasha. Po kishe kështu idealizëm që ky komunizmi është i mirë? Apo ti kuptoj më mirë gjëra sepse kishe mundësi duke qenë se disa herë jetonit jashtë? Unë duke qenë se linda në vitin 1950 në fshat shkëlqyer,
Dhe kur pash asaj periudhe se si ai fshat u bë me drita, me ujë, me shkolla, me mjekësi, me qetësi, me stabilitet, detyrimisht shikoj një zhvillim të zakonshëm. Ku në Shqipëri u ngritën 500 fabrika dhe uzina, ku Shqipëria pro ngrihet nga gjysmë feudale u bë vend industrial bujqësor. Pra unë shikoj një Shqipëri për horizonte, ku ato brigje të madhe fare dhe nuk bëja lufti jo komunizmi, jo kapitalizmi. Ishte një çështje tjetër kjo. Ama Shqipëria po ishte. Shqipëria gaboi në 1978. Prishin me Kinën. Prishka me Kinën, si që shikoni ju, ekonomia filloi rënjen dhe shteti kishe filluar luftën e brendshme me Mete Kadri Fara dhe pasaj aftësia drejtuese e zhvillimit të vendit A dhe mbështetja jashtë ekonomike zero dhe drejt fundit shkoi drejt vdekjes ai sistem. Zoti Limaj, ju siç e thatë, Shqipëria ka qenë dhe ka bashkëpunuar me Jugoslavinë, Bashkimin Sovjetik dhe me Kinën. Me Jugosllavinë ju e shpjegohet shumë mirë dhe me Bashkimin Sovjetik që pas ka pasur plan edhe për të na sulmuar. Po momenti kur prish me Kinën, çfarë ndodhi? A ishte ky momenti më i dobët që ka ndodhur në ato 46 vjet? Fatkeqësisht marrëdhëniet me Kinën nuk thyen thjesht marrëdhënie ideologjike dhe solli pasojat e mëdha pasaj që voj Shqipëria. Ishte problemi ideologjik i botës tretë dhe qëllimit e fatë, cilën unë e vlerësoj një vendim të nxituar të udhëheqjes shqiptare. Pse i mban çikate të nxituar? Të nxituar dhe jo shumë të studiuar për perspektivat e zhvillimit të Shqipërisë. Po pse e bërin veri? Vetëmia mas 1978-s Shqipërinë, siç u thash, e çoi det rënimit. Dhe solli ato pasojat të mëdha që u përdor, po e theksoj prap, nga shërbimet e huaja të zbulimit për të bërë atë dramë të viteve të 90 dhe pasaj që u vërtetua me 97 dhe 98. Nuk dua të zë fare Kissingeri, diplomati më i madh i botës sot shprehjen më të madhe. Henry Kissinger. Amerika nuk ka alat përjetshëm, ka interesa të përjetshme. Po të shikosh edhe marrëdhëniet e alatit ton historik strategjik me Amerikën, Amerika për interesat e saj në momentet e caktuara kanë zgjidhur probleme të mëdha në Shqipëri për pasojat që ka patur. Ndryshimi i sistemit politik në Shqipëri do të kërkoj ndjes. Jo këtu, do vim pak më vonë, po ju thatë një gjë shumë interesante që me Kinën ekonomia dhe sistemi i regjimit po binte. Ju keni shkruar në libër se gjatë luftës së ftohtë Shqipëria kishte kërcënim edhe pse këta ishin alat mëdhenj, Greqinë, Italinë, SHBA-n dhe Jugosllavinë. Përse, çfarë synonin këta? Derisa ne vazhdonim marrëdhënien me Jugosllavinë dhe Bashkimin Sovjetik, shteti shqiptar, Këshilli i Mbrojtjes, kishte përcaktuar shtete objekt zbulimi që bënin kërcënim për Shqipërinë, Greqinë, Italinë, NATO-n. Këto treja. Këto tre ka qenë deri në vitin 48. Çfarë synon te Greqia? Do shpjegojte. Me prishjen e marrëdhënieve me Bashkimin Sovjetik, me Jugosllavinë, Këshilli i Mbrojtjes shtoi edhe Jugosllavinë u bën shteti 4 zbulimi. Me prishjen e Bashkimit Sovjetik u bën 5 shtete objekt zbulimi. Pra, shteti shqiptar në shkollën e zbulimit të lartë përgatiste kuadrët e saj në 5 gjuhë për 5 shtetet të ndara: Greqi, Jugosllavi, Itali, NATO, Bashkimi Sovjetik. Bëshin gjuhë intensive dhe bëj përgatitje profesionale e veprimtarisë zbuluese. Ju çfarë gjuhë mësonit? E fillova me italisht. Në Shkollë Bashkuar? Po. Pastaj e bëra një kurs një veçar të zbulimit elektronik për anglisht dhe në vitin 1973, më thret drejtori i zbulimit në Andosheti me një tjetër më thot me urdhë Madelianës, do shkoni për studime në Universitetin e Tiranës, histori e gjeografi turqisht. Herë e parë që hape dega turqisht. Po pse Turqia? Turqisht, po shpjegoj këtë te libri. Dhe unë i thash, zot drejtor, me italisht kemi shumë, ik për turqisht. Italisht me që ishe nga Vlora? Po. Dhe në atë grup ishte vajza Kristof Rashërit, Zana,
klasë për mua, vajzë e Bujar Hoxhës në vila, që janë për këtë fare. Në vila Hoxha, grupimi ka pasojë klasë. Gruan që mori Shaban Morati dashuria, dashuri këmore ka ashtu. Stefani që bërë për këthysje i gjusë turke, edhe një tjetër. 5 ata dhe 2 ushtarakë me konfront civile. Pedagog kishim Shaban Shollakun mbaruar studime dhe Sofje për turkologji. Pse u hap turqishtja, them të unë? Turqia si ishte të bizbulimi? Në vitin 1972, oficerat tanë zbulimit të veshur me petku diplomatik në Ankara dhe në Istanbul u arrestuan. Sepse zbulimi turk kishte vërtetuar se këta kishte rekrutuar me origjinë shqiptare dhe kërkonin vendkomandat amerikane që po sistemoheshin në Turqi dhe kërkonin të dhëna për disa kuadro madhore turke, ushtargjeran që i bënin pjesë të tyre. Dhe arrestuan... Si zbuluan? Agentura turke, i di që hapa sa ventarin, ashtu në dhjite ku do në gjithë, do këdese ma shumë, dhe kryetari shoqatës turko-shqiptare në Ankara, janë 3 faqe në gazetë fare, gjithë u pushkatua, si agent i Shqipërisë. Si agent i Shqipërisë? Je shërë, themë aty. Po, e kam lezuar, po. Ndërsa 2 të tjerë u dërnuar nga 6 vjetë. Kështu që në të kuadrë, duke qenë se neve atje për në digjeshin, doli urgjente që të përgatisë që kuadrë të ri të zbulimit në gjuhë turke dhe në shuan Universitetin Turk. Dhe ajo mua më bëri që u të vazhdojë pas e mërë për diplomacinë ushtarake, si ata shohë ushtarake pari Shqipërisë Turqie. Jo, tani, ti ke qenë bas në 10 aty, prill, rrim këtu njërë. Tani, a kishe në një arsye të veçantë që të beshe pjesë e zbulimit, se ti keshe bërë si bje gati 20 vjetë për regjimin komunist, nga 72 deri në 90. Po. Kishe në një arsye të veçantë dhe mendove mirë këtë që ishe përballë rrezikut? Kur rri vetëm edhe me njëri bisedoj ndonjëherë kaloj dhe morrnisa këtu në trup. Jo se janë frikatësak, se s'ka që frikatësak kur. Në Këshillin e Mbrojtjes të vitin 1975 dhjetor, diskutoi problemi që thash paron për hapjen e zbulimit strategjik mbrapa 10 armikut. Dhe komandanti i përgjithshëm Enver Hoxha thotë, duhet mendojmë mirë sepse bën kërcënim të rrezikshëm. Arrestimi i tyre jo vetëm ata si persona, por do na çojnë edhe neve pasojë të mëdha. Po? Ministri mbrojtje erdhi Mehmet Shehu. Dhe drejtori i zbulimit ushtarak e Kerem Osmani i çon platformën e hapjes këtij shërbimi. Po? Aja çoi e thot librin e Kerem Osmanit, ja hodhi mbi tavolinë dosjen kështu, nuk bësh shaka pame me këto punë tha. Dhe Kerem Osmani u kthye mbrapa zyrë, nuk e pranoi. Mas 5 ditësh libri i tij, po të Kerem Osmanit, e thret me Shehu. Bjem me dosjen prapë thot. I qonë dosjen. E bisadova me komandantin, po duhet shumë kujdes i madh. Do të verifikoni shumë mirë këto kuadro dhe veçanërisht familjet e tyre, sepse agenturat e huaja mund të rekrutojnë. Është dokument. Dhe në këtë kuadrë u zgjoth nipi Mehmet Shehut, djali Kushirit parë, djali konsullit përgjithshëm në Istanbul, i zbulimit politik, edhe unë. 3 kuadrët e parë që kishin bërë gjithë shkollat. Dhe kur fillua ty, në 72 fillua ti ishte pjesë e zbulimit? Ne kemi jo isha i zbulimit unë. Po të vija në zbulimin e jashtëm. Po pra, cilin vit fillua ty? Në zbulimin e jashtëm, jashtë shtetit kanë filluar prill 1979. 79. Dhe kanë mbaruar prill 1988, 9 vjet. 9 vjet. Ku shkua ty? Ku e kishit veprimtarinë tuaj? Objekti i kësaj detyre ishte që neve të lëviznim në Mesdhe dhe në detin e Zi, veçanërisht për të ndjekur veprimtarinë e forcave të armatosur për shërbim të zbulimit, forcës detare dhe ajrore, dhe kërcënimi që i vjen në Shqipërisë, dhe shënimi i Hoxhës kështu. Po? Dua njoftim 24 orë para. Dhe ishin të pajisura me transmetim sekret, me radio, dhe zhvilloheshin në këto rrugë. Zbulimi agentur elektronik. Që në atë kohë? U morën në Kinë. U morën në Kinë, aparatur? Kaq. Kaq, është sekret dhe kjo? E cila merrte komplet lëvizjet. Lëvizjen në gjithë portet, nga Spliti në Rijeka, nga Venecia Messina, nga Messina në Napoli, në Marseille të Francës dhe kryesore Malta.
La Valletta. Zyrtarisht, çfarë ishit ju, do të them, formalisht? Unë e mrosha me detyra ndryshme, kryesisht ekonomist. Ekonomist ku? Në ambasadë? Jo, me ato vende që lëvizja. Unë isha në lëvizje si në ambasadë. Ti ishe vetëm lëvizje, ishe biznesmen? Dhe lëvizja, dhe pasaj Greqinë. Nga Korinthi, Suda, Mezeu. 9 vjetë? Balqiku, ku vinë dhe flota ruse nga Sevastopoli, dhe Varna, që kam shpëtuar në Qime pa arrestuar, Konstanca dhe Danubi, dhe Danubi, ku në krahun e Danubit ishte komplet flotat ruse, që kishin probleme. Dhe Rumania ishte bërë si pjesa ime e theja. Jo, ma trego këtë pjesën e Bullgarisë që doni të arrestoni. Po. Ishte 3 janar 1982. Varna është qytet i bukur, jeshil. Dhe ata hanë mish shumë dhe pinë vera. Dhe po lëvizja. Atyre mbrapa kisha ato që ishe me mua. Dhe duke afrotu fare, unë kuptova shumë mirë që ishte 2 civila, po që më ndiknin. Përgatitja e madhe e fushës zbulimi dhe eksperienca më kështë detyrua që mos maja silolaps ku lëvizja, jo më në dokumente cila mua ta përdorin ata që mua të më qonë në atë fare. Para, absolutisht. Kishe pasaport diplomatike? Po, absolutisht asgjë. Dhe ata bën ato alternativa që mua të fare, dhe me dokumente fare dhe u detyruan që mua vetëm nuk shkela në Bullgari. Nuk shkela në Bullgari? Po mas në 10 s'ke vajtu? Jo, s'ka vajtu Bullgari. S'ke vajtu Bullgari fare? Je kështu në ngrata ti? Po tani një pyetje kam unë, tani ti duke pasur pasaport diplomatike të Shqipërisë, ti si u paraqitesh aty? Çfarë ishe ti? Diplomat në Ministrinë e Punës jashtë të Shqipërisë. Po i bie me zdheu të rretherrotu? Nuk kam lënë se pa vajtur. Po si e përjetoi këtë? Jam shumë kurioz, një agent sekret me detyra kaq madhore. Si menaxhoje emocionet, si menaxhoje frikën, si menaxhoje ore familjen, çfarë jetë bëje? Natyrisht që shokët e mi në Maqedoni dhe në Malezi që kam pjellë kohët e fundit, shteti ka vendosur në periferit qyteteve me një vilë Lyukashe dhe me Baqe dhe me Roje. Po? Nësa në Shqipëri zdo dhe i fara njëri për neve, nuk ka rësi emrim. Unë the për shtetë shqiptarë, se për asë kemi shteteve. Unë flasë tani me juve dhe natyrisht ju ndijej ato... është bërë një veprimtari jashtëzakonshme dhe për rekrutuar. Viheshin para në dispozicion që sidomos të marrë si njerë. Kanë bërë tentativa për të rekrutuar shërbimet e huaj. Kjo ka qenur edhe veprimtarinë e inteligjencës ushtarake në këtë fushë, po dhe ku kam qenë diplomat në Ankara. Shumë i fuqishme. Sepse unë isha në atashe ushtarake para Shqipërisë në kohën e luftave të Shqipërisë. Unë s'bëra jetë diplomatë, isha në luftë. Se Turqia u kthye mbrojtje Shqipërisë, dhe u menaxhoja gjithçka. 97, 98, luft e Kosovës, po kini parasysh juve, shpunonte Sërbi, Francezi, po Makedonas. Kush ju ka ofruar? Po Makedonas, janë të shqiptarë tërbuar. Kupton apo jo? Pra, sikur të shikoni mungesë karakteri që të masin pulset, ishte 2 rrugë. Femrat dhe parat. Nuk u tundove asnjëherë? Shumë gjëra i din bashortja dhe njerëz të fare. Po a përsëris, femrat dhe parat. Nuk u tunduat asnjëherë? Asnjëherë. Pse? Prandaj unë jam i vetmi që nga zbulu strategjik në periudhën e sistemi socialist, vazhdova diplomacinë ushtarake në kështu sistemit. Unë jam i vetmi. Je i vetmi, ja? I vetmi. Dhe kur ka thirrë Berisha mua, me Safet Xhulalin për të më emëruar, shkurtimisht më zuri ngoj 2 probleme. Edhe pse ka qenë antar i Partisë Punë Shqipërisë, tha Berisha. Me qëtësi, atë krahut ishte Adem Çobani, shef shtabi. Mandej ishte këshilltar dhe shef shtabi, njëse nga afër, ai e propozoi. Edhe pse ka qenë zbulim strategjik i shtetit, duke të vlerësuar, do të emërojmë shefin e degës bashkëpunimi Shqipëri, Turqi dhe përgjithësisht gjithë turke në kabinetin e ministrit mbrojtjes Safet Xhulali. Safeti vinte nga Peshkopia, bëjmë të shamu të drejtonte. Unë sa kësha mërë Akademi në Istanbul, që jam i parë mërë Akademi në Istanbulun, dhe u ktheva, po ama isha shumë i lodhur, isha menduar largohasha. Isha shumë i lodhur. Shqipëria po digjej. Isha shumë i ri? Po Shqipëria po digjej.
Çmë shëbojti, nuk erdhi demokracia në Shqipëri në rrugë demokratike me debat, me alternativa. Erdhi me lufte, me shkatrime. Pra vetë ardhja e ndryshimit të sistemit në Shqipëri nuk e në rrugë demokratike, nuk e në rrugë njerëzore, nuk e në rrugë intelektuale, po vranë dhe soptuan. Jugoslavia e Shqipërisë pandaj unë detyrimisht nuk e shkoj gjeve të time. Dhe i thash me qetësi, u jam krenar për të dy ato i thatë juve. Sepse para ishi njerëz vëndeshëm, dhe e dyta unë i kam shërbyer me jetë sigurisë dhe mordis kombëtar dheut. Nëse do punoni me mua në barabartë, reciproke, mund të vazhdojnë të kundërt, ja bra do të unë. Çfarë tha Berisha? Dhe atë më shëbani vërdojnë këtu. Atë më shëbani vërdojnë këtu mua, ja Berisha shumë. Dhe doli e më fillova. Pasaje, do e mëroshin 3 atashet ushtarak të parja shtetit. Dhjetor, 1904. Ilia Vashu, shëfishtaj përgjishëm. E mërot, përfaqësues joni parë, partitet parë të Bruxelles, 3 parët, në Amerikë, kolonel Halil Kraja, shefi kabinetit e ministrë mbrojtjes, erdhi në Turqia. Te Turqia, ku do e mërojmë? Ilia Vashu, hajro lime, tha të kemi tafit, tha. Jo, tha të zhurnali. Më duhet ministriu, kam shumë domosdoshëm. Pse? Se partia që dhe jema di donde. Di dhe jema të shkanë qenur. Agim Baruti, general, Aslan Bushati që u akuzua për lëndë kimike, kolonel, futur njëzë, bësha të shëret, bësha, s'kam kërë dhe të shëmshtarak. A s'kam kërë, s'kur dhe të rëvun. Dhe aty Berisha të nasim njërë, thot. Turqia për neve shumë rëndësishme, ai ka dhënë prova, ai atë shëmshtarak, ai më më drejt fere. Prandaj ke vlerësuar Berishën, se kemi qenë një emision bashkë. Ndaj, po të kishe qenë, të kishe i dorë nga... Edhe, unë, tjetër punë, dhe fillova tjetër punë. Pra këto janë shkaqet e vazhdimësisë time. Por, atasheu ushtarak në një shtet tjetër është personalitet i akredituar si ambasadori. Konventa Vjenës sot atasheu ushtarak është përfaqësuesi forcat armatosura në shtetin akredituar dhe kryen detyrat e përfaqësisë forcat armatosura, detyrat informative, pra vazhdo këtë apo jo? Dhe të bashkëpunimit të mëtejshëm. Një pyetje kam. Ato 9 vite që ke qenë si zbulues jashtë Shqipërisë gjatë regjimit komunist, çfarë jete familjare bëhe? Se, do të thënë, familja ke pasur këtu, bashkëshorten këtu, fëmijët, na tregohet atë historinë si u vure emrat fëmijë. Më 6 prill të vitit 1979 u isha në Lavaleta në Mars. Dhe më njoftuan që lini vajza. Dhe që ande i dërgova me radiogram, emri vajzës të quhet Aurora. Pse? Do vetë dhe djarë do vitë të dy, se djarë të kështu lidhur. Ndërsa... Jo, pse vure emrin Aurora? Darë të them, do janë lidhur me djarë në pritë. Ndërsa, në vitin 1982 isha në Napoli d'Italisë. Po? Dhe më njoftohen lindni djali, dërgova radiogramit të quhet Ardit. Pse? Pse janë emrat e 2 fëmijëve, Aurora dhe Ardit, të janë të lidhur drejt për drejt misionin tim. Wow! Në martë, kur kisha mundësi, lexoja libra në lidhje me zbulimin. Dhe midis të tjera kisha një libër ku flite për kryqëzorin e fuqishëm Aurora, rusin. Flotës ruse. Edhe ta ishin në kalat atje. Edhe pa shumë gjëra që u ndikja flotë 6 amerikanë, dhe kur shkoi aeroplan majset John Kennedy edhe me radhë, me 72 avion mi vete dhe raportoja urgjent me shifër ministre e mbrojtjes, apo jo. Dhe ky që shkaku që vorë emrin tim Aurora. Po djalë Ardit. Po? Ishte mjergull në Napoli dhe zhvilloi stërvitje e NATO-s, ku ishte Italia. Dhe afro një kryqëzor i fuqishëm e kishte emrin Ardito. Hoqja on dhe dërgoi emrin Ardit. Pra 2 emrat e fëmijëve të mi kanë lidhje në funksionin tim. Janë krenar ata për këtë punën tënde, apo të kanë thënë babi ti na ke vështirësuar jetën me këtë misionin tënd? Kur zhvilloi lufta civile në Shqipëri, 2007, unë më shumë rria në zyrë, shkoj do të shtëpi. Fatmirësisht shteti turk që ke parë më hapi dyert, ambasadorëve më mbyll dyert. Po themi trosh, ambasadorëve të mbylli urdhër Demireli, të cilët i di shumë i presidentit jon, sepse bëni politik partie jo shteti. Për shembull, ambasadori që ishte Skënder Shkupi, merrej me kudër PS-s e Fatostano të shtypi turk, televizion turk. Dhe tha stop.
Pra, doli nga misioni. Unë më të kësha rezervat e mija, po shava, unë ato do të largohem nga misioni që kamte. Nëse unë krya detyrë e shtetit, Shqipëria. Dhe ata u binën, pra na i mua më prisit dhe Mileri natën. Të kanë strehuar aty? Të kanë strehuar aty? Pasaj më prisit Qileri, ministrat e mbrojtjes përfaqësuesve kur do. Dhe unë Qileri kam kërkuar natën dhe natën më priti. Dhe bëri deklaratë fuqishme, ku shpreh 3 herë, ku shpreh Shqipërinë, sepse ti jesh në kjo atashe ushtarak